Mirëdita. Në ligjet ndërkombëtare, kartën e Kopenhagenit për zgjedhjet e lira, dokumentin e Kopenhagenit, Kushtetutën e vendit dhe kodin zgjedhor, kërkohet që në një proces zgjedhor të zhvillohet në përputhje me përcaktimet e këtyre ligjeve, këtyre parimeve. Në të kundërt, ai nuk është një proces zgjedhor, por një farsë zgjedhore. Ndaj dhe unë kërkoj mirëkuptimin e mediave të heqin nga fjalori i tyre zgjedhje dhe të zëvendësojnë me fjalën farsë zgjedhore. Kjo sepse në këto zgjedhje u shkelen parimet më themelore të zgjedhjeve të drejta, për të cilët Shqipëria ka firmosur dokumentin e Kopenhagenit. Shqipëria ka mishruar këtë dokument dhe parimet e këtij dokumenti në Kushtetutën e vendit dhe në kodin zgjedhor. Ajo që ka ndodhur me 11 maj dhe të gjithë periudhën pararendëse për zgjedhjet e 11 majit është një përmbysje e plot e parimeve më themelore të zgjedhjeve të lira, të cilat kërkojnë që zgjedhësit të shprehin mendimin e tyre lirshëm për përfaqësuesit të zgjedhjeve. Është bërë tashmë e njohur se kontrolli i vullnetit të zgjedhësve ishte i gjithformshëm, i shumëformshëm dhe i përhapur në mbar vendin. Ishte i gjithformshëm nga miklimet, nga influencat, gjerë të kërcënimet dhe revolja në ballë. Pra, parimi cili do që kërkon të ballafaqohet me të vërtetën, duhet të lexoj dokumentat ndërkombëtar dhe kombëtar për zgjedhjet. Në rast se ai don të respektoj dinjitetin e tij, vlerat e vërteta që beson ose duhet besoj. Pra, palët zotohen, thot dokumenti Kopenhagenit, se do mbajnë zgjedhje të lira periodike, në të cilat do të garantojnë në praktik shprehjen e mendimit të zgjedhësve në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Të pyes çdo qytetar si u zgjodh Blendi Goxha, si u zgjodh
Sara Mile, si u zgjodhen listë e banditëve e kandidatëve që u mbështeten nga banditët në parlament. Pra, kemi të bëjmë me sharrimin e këtij parimi themelor që zgjedhjet i dëshmon fars, që Shqipëria pati fars elektorale të cilën njerëzit e lirë kur nuk mund ta pranojnë. Do më falni. Në këto zgjedhje dhe në këtë vend u shkel një parim tjetër ndër më themelor e një sistemi demokratik. Parimi që ndanë kusht, që ndanë shtetin ligjor nga shteti partjak. Dhe kjo ndodh jo në mira raste. Çfarë thot pika 5 presje fraksion 4? Zotohen për një ndarje të qartë të shtetit dhe partive politike. Në veçanti, partit politike nuk do të përzihen me shtetin. Ja pra çfarë përcakton dokumenti ndërkombëtar për zgjedhje të drejta. Që në momentin kur ti garon me parti shtet, ato s'janë zgjedhje, po janë fars. Janë fars elektorale. Merr fund procesi zgjedhor. Merr fund procesi zgjedhor sepse garë nuk ka. Gara është fiktive për arsye se ti ke në fush, në ndeshje, një shtet që ka mbrapa buxhete miliardash, që ka një logjistik të pafundme, që ka të gjitha mjetet e dhunës dhe një apo disa forca politike pa asnjë lloj mjeti mbrojtës ndaj këtij shteti barbar në raport me zgjedhjet. Pra, të dashur qytetar dhe qytetare, zgjedhjet nuk kishin. Kjo ishte një fars e turpshme elektorale, më turpshmja në historinë, më turpshmja në historinë 32 vjeçare të pluralizmit në Shqipëri. Në këto zgjedhje, si kur më parë, shteti i tërë doli lakurisht në shëmtin e tij kundër qytetarëve, për të bërë presione nga më të ndryshme, përdori të gjitha mjetet e tij, përdori nënpunësit e tij të panërgjeshëm kriminal elektoral, për forma nga më të ndryshme presioni. Ndaj të dashur qytetar, dijeni se me 11 maj ka ndodhur një gjë më madhe për demokracinë shqiptare. Referohuni këtij dokumenti ndërkombëtar, dokumenti të Kopenhagenit, i detyrueshëm për çdo vend demokratik që zhvillon zgjedhje dhe zgjedh qeverinë me votë të qytetarëve. Kur ndonjëherë një parti e transformuar në shtet dhe mafje nuk është vërsulur më me egërsi ndaj qytetarëve shqiptar siç është vërsulur narkoshteti Edi Rams, dhe ju lutem
lexoni pikën 5, fraksion 4 të dokumentit të Kopenhagenit mbi dimensionin njerëzor të hapësirës OSBE-s, i cili është dokumenti standard i parimeve ndërkombëtare për zgjedhjet dhe të gjitha liritë dhe drejtat njerëzore. Tjetër, Shqipëria është zotuar se vërmëtaria pika 5.5, vërmëtaria e qeverisë dhe administratës, si dhe e drejtësisë, e sistemit drejtësisë, do të ushtrohen në përputhje me sistemin e vendosur me ligj dhe të respekt atij sistemi. E morët vesh ju se si veproj administrata gjatë këtij procesi, se si mbylli gojnë, se si shërbeu, si shpif e partisë skapi i Dumanit, se si heshti para dhjetra padive, para veprimtarisë më tegër kriminale elektorale të bandave. E morët vesh ju se si sistemi i drejtësisë u përdor për të burgosur liderët e 3 partive kryesore opozitare dhe marrë mandate të tjera për të ushtruar terror politik mbi opozitën. Zgjedhjet pra nuk ishin, ishte një fars, dhe ata që duan të hanë turpin me bukë dhe bukën me turp, i quajnë zgjedhje këto. Këto ishin fars elektorale, ku shkelen parimet më themelore. Shqipëria është tjetër, sistemi ngritur nga Edi Rama është absolutisht antidemokratik. Çfarë thot Karta e Kopenhagenit? Lirë me kontestet lirë të zgjidhen në garë të lirë në votën popullore. Pra, kërkon që të gjitha ata që ulen në parlament të jenë në nështruar një garë të hapur të lirë. Jo me lista, po se cili me vend. Pra, kjo ishte një fars antidemokratike fund e krye. Palët kanë detyrimin të japin mundësi të gjitha forcave, partive, organizatave politike, garanci të plota ligjore, të garojnë me njëra tjetrën mbi bazën e trajtimit të barabartë para ligjit dhe autoriteteve, se cila është barazia në këto zgjedhje,
ku njëra palë shpërndan 500 milion euro prokurime dhe koncesione, 76 milion euro bonus për vota, 200 milion euro gjobat falura për vota, miliona rrej kanabis, nga të cila se cila është 1.000 euro për vota. Tani, ju e merrni me mend se çfarë farse e shpifur ishte kjo, mbetemi tek ajo fjale e mikut tim që dekada më parë vëzhgova zgjedhjet Zimbabwe, kur diktatori Mugabe zhvilloi zgjedhje të njëjta me këto të Tiranës. S'ma prishte mendja kur që në vitin 2025 të shifja në Tiranë zgjedhje të tilla, do më thoshte një mik i imi fqur. Është shkelur në çdo nen. Dokumenti themelor ndërkombëtar, një lloj kushtetute e Shqipërisë, se këto kushtetute i ka. Po unë mora sot t'u paraqes dokumentin ndërkombëtar të detyrueshëm për gjitha vendet. Ndalohet çdo lloj intimidimi zgjedhësve. Terroristët elektoral në zyrat e shtetit, banda të fshehura dhe të haptas, bën presionet më të dhunshme ndaj zgjedhësve në mënyrë që të diktonin atyre, të kontrollonin mendimin dhe të diktonin vullnetin. Garanton, se është shumë interesant, dhe kjo është për mediat, Neni 7.8 garanton akses të papenguar në media dhe mbi bazë jo diskriminimi për të gjitha grupet politike dhe individët që duan të marrin pjesë në procesin elektoral. Çfarë ndodh në Shqipëri? Unë e kam deklaruar shumë kohë përpara. 4 mediat kryesore kombëtare janë të klonuara që të gjitha në zyrën e Endri Fugs dhe Edi Raps. Editorialet e tyre janë identike, me nuanca. Censura që përshtatin ato janë modeli i një narkoshteti. Pra, për një proces zgjedhor dhe jo farsë elektorale. Duhet të ketë shanset barabarta në aksesin në media. Siç e shihni, të gjitha parimet themelore ndërkombëtare janë dhunuar në mënyrë të pamëshirë. Partia Demokratike disponon qindra dhe mijëra dokumenta. Qindra dhe mijëra dokumenta për të faktuar farsën e turpshme të 11 majit që zhvilloi Edi Rama, duke shkelur nen për nen
dokumentin e Kopenhagenit për të drejtat e njeriu dhe zgjedhjet e lira. Dhe unë e njoftoj Edi Ramën se në mënyrë absolute pushtet mbi këtë farsë nuk do mund të qëndrojë, se karrige e tyre e ti dhe e anturazhit ti qëndron mbi megakrimin elektoral apo farsën më të shëmtuar elektorale që Europa ka pas rënjes perdes hekurt në një vend si Shqipëria. Këto ishin gjykovat paraqes para shqiptarëve. Direktivet, parimet ndërkombëtare të zgjedhjeve të lira, të cilat u shkelen një për një dhe të cilat për çdo njeri që beson tek liria dhe digniteti njerëzor, se gjithçka ka të bëjë me dignitetin. 11 maj ishte një farsë më e turpshmja në historinë e qytetarëve shqiptar. 11 maj dëshmoi shqiptarëve se me Edi Ramën në qeveri nuk ka kur zgjedhje të lira. Dhe se është në detyrën e tyre, në guximin e tyre, në dignitetin e tyre të mbrojnë, të ngrihen me të gjithë forcë për të votuar si qytetar të lirë në një vend si Shqipëria. Faleminderit. Zoti Berisha, ju 11 maj e quani farsë elektorale dhe i keni bërë thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ditën e djeshme Partia Demokratike që mos të certifikojë rezultatin final në bazë të qarqeve, gjë e cila nuk është marrë parasysh. Keni ju një thirrje tjetër për KQZ, por në veçanërisht për Ilirian Celibashin që është krye komisioner? Urdhëroni, pyetja e dytë. Keni një thirrje për KQZ, por veçanërisht për Ilirian Celibashin që qëndrimi ynë është i prerë. Asnjë rezultat nuk mund të nxirret mbi falsifikimin monstruoz që u bë në këto zgjedhje. Unë do paraqes ju dokumenta flagrante për etapën e të fundit të turpshme të votës në diasporë, e cila s'mund të përfshihet kurrë, s'mund të konsiderohet kurrë, e cila është në shkelje të çdo ligji, çdo rregulli, çdo kontrate. Por nuk po ndalem këtu sot. Prandaj edhe ne nuk marrim pjesë në atë proces. Ky është një proces i kontrolluar totalisht nga Edi Rama. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nëse do i përmbajë ligjit, s'do ulej kurrë të nxirrte rezultatin. Sepse do thoshte procesi ishte fars dhe vetëm fars. Kur ju bëni thirrje qytetarëve që të ngrihen për mbrojtjen e votës së lirë, siç deklaroni ju, paralajmëroni zhvillimin e protestave pas përfundimit të procesit denoncimit nga ana juaj? Partia Opozita Shqiptare do të angazhohet me të gjithë potencialet e saj në 2 fronte. Së pari, do punojmë dhe po punojmë intensivisht me komunitetin ndërkombëtar. Por, do të theksoj këtu, dhe ju lutem, referojni dokumentave zyrtare, këto janë zgjedhjet e para, të cilat u denuan para se të mbahen në 4 rezoluta ndërkombëtare, të cilat cilido që i lexon faktojnë me prova se Shqipëria do ketë farsë elektorale dhe jo zgjedhje. Pra, ne nuk erdhëm në këto zgjedhje me dur në xhepa. Jo, ne bëm një punë shumë serioze dhe ja dolem të bindnim botën
qendrën e djathtë në mbar botën, se narkodiktatori i Tiranës nuk zhvillon zgjedhje, por zhvillon fars. Nuk e firmosin kurrë ata në paradhënie një klasifikim një përcaktim të tillë. Por dokumentat që paraqisim ne ishin të pakundërshtueshme. Ndaj dhe ne tani farsa u mbajt. Tani ne vazhdojmë përsëri dialogun intensiv. Shumë plansh me të gjitha forcat politike mike dhe si motra, me të gjitha institucionet ndërkombëtare, me të gjitha vendet partnere. Nuk ka shans Edi Rama të shes farsën për zgjedhje. Berisha dhe një Maloku, Report TV, a keni bërë ju një analizë paraprake, a i justifikuan partit aleate të koalicionit besimin për 7 deputet të sigurt në kuvend, pyetja e parë? Unë ju kuptoj dhe ju jap të drejtë, gjithmonë në këto situata mund të shtrohen shumë pyetje. Por të gjitha këto, zonja Maloku, të gjitha këto duhet parë kontekstin. Në kontekstin e një farse elektorale, farsa është farsë, nuk është zgjedhje. Nuk mund të bësh më fjalë për zgjedhje, nuk mund të bësh fjalë më për është farsë. Një farsë është një farsë. Në këtë kuadër, gjithçka u zhvillua në kuadrin e një farse. Por kësaj here një farse të paralajmëruar, foretold, të parathënë në 4 dokumenta ndërkombëtare në një hearing shumë serioz gjatë fushatës të Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian dhe një hearing tjetër po gjatë fushatës të Këshillit të Europës. Pra, komuniteti ndërkombëtar ka qenë syçelët ndaj këtyre zgjedhjeve si kur ndonjëherë në zgjedhjet e një vendi tjetër. Sepse, ta mbyll, komuniteti ndërkombëtar nuk i lejon vetes kurrë të niset me paragjykim, të firmos dokumenta mbi bazë paragjykimi, jo. Atë se bëj. Bëj çfarëdo përpjekje, po ai që synon ta shty komunitetin ndërkombëtar drejt paragjykimit, ai është i dështuar, bën luftë me mullit e erës, nuk ka realizon kurrë. Pyetja tjetër, a do të vijojë të jetë në fuqi kontrata e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo do të zjas vetëm 3 muaj për ajsta që është parapaguar? Tani, çështje që s'ka të bëjë me zgjedhjet, ka të bëjë me veprimtarinë normale të Partisë Demokratike. Dhe ka një fondacion atdetar shqiptar amerikan që ka ofruar një shërbim nëpërmjet një kompanie për cilin nuk ka asnjë vendim për të tërhequr, por që ekziston një klauzol që çdo kohë palët mund të tërhiqen. Mariglen Kume nga MCN. Zoti Berisha, në 6 mujorin e parë të 2024-s, Partia Demokratike pati një aksion në parlament dhe në kauzën e saj kishte me Edi Ramën nuk bën zgjedhje të lira dhe kërkesa për qeveri teknike. U tërhoqet nga ajo kërkesë dhe në korriktet 2024-s bërët bashkë me zotin Rama ndryshimet në kodin zgjedhor. Pse u tërhoqet në atë nga ajo kauzë dhe tani i riktheheni prap një gjë të tillë? A bjem në përsëritje dhe Në aparencë është siç thoni ju. Po të lexosh 4 rezolutat e të gjitha partive që sot sundojnë botën, që qeverisin botën në të 4 ante e saj,
tregon se Partia Demokratike dhe aleatët tanë janë të një mendimi të palkundur se me Edi Ramën ka vetëm farsa zgjedhore dhe jo zgjedhje të lira. Por, beteja kundër farsës zgjedhore dhe zgjedhje të lira është një proces, është themelor, nuk ka asgjë më themelor për një vend se sa rikthimi i votës lirë. Vetëm atë do e marrish si proces. Ajo ka dy rrugë. Rrugën paqësore për cilën ne jemi të përcaktuar dhe që kërkon një proces, ka pastaj rrugën armatosur me gorila, por ne nuk jemi të kësaj rruge. Ne kemi bërë të qartë që nga 19 gjerë sot, ne jemi parti e këtij orientimi. Nuk heqim dorë, besojmë se ne do t'ja dalim. Urdhroni? Asnjë moment nuk ka ndodhur, asgjë s'ka ndodhur se ne kemi patur besim tek Edi Rama. Jo. Por, nga ana tjetër, mbështetje për qeveri teknike ne kemi garantuar dhe rezoluta e CDI-ja kërkon dhe rezoluta IDU-s kërkojnë krimin e qeverisë teknike. Pra, beteja është në vazhdim. Betej që shqiptarët të votojnë të lirë. Ju shpjeguat kartën e Kopenhagenit, por a janë të pasqyruara këto element të kartës së Kopenhagenit në raportin paraprak të OSBE-Odirit? Absolutisht fjalë për fjalë. Në çdo kapitull, cili do që e lexon raportin e OSBE-Odirit dhe të gjithë vëzhguesve, se ky raport i paraprak që ta dini ju është e joint, është i përbashkët me OSBE-Odirit, Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Europës. Pra është një raport i përbashkët. I ka paraqitur që të gjitha me vërtetësi, natyrisht me gjuhën e raporteve, por ndër të tjera, Anisa, citohet në raport direkt edhe ky dokument. Citohet në raport dhe ky dokument, dhe citohet në raport dhe ato citime në raport bazuar në këtë dokument, ato përmbysin, ato dëshmojnë për farsë elektorale, kur aty shkruhet për an even field, do më thënë për kushtet pa barabarta, kur aty shkruhet se u shue kufiri midis partisë dhe shtetit, midis shtetit dhe partisë. Ata nuk i nxjerrin nga xhepi i tyre, ata i nxjerrin nga dokumenti i Kopenhagenit. Por për hir të vërtetës dhe e kanë cituar. Dhe një Kështu pyetje. që zgjedhjet janë fars, ishin fars elektorale. Edi Rama nuk zhvillon zgjedhje, zhvillon fars dhe e paralajmëroj të mos bëj asnjë lloj përpjekje, ndërhyrje mbi dokumentacione dhe të tjera që i ka të zakonshme. Ja u tregova historinë çfarë ndodhi në Këshillin e Europës. Ju lutem, njoftoja një qytetarëve. Janë ulluar darkën për sjelljen e tij si me qenë i biri i Gaddafit apo Enver Hoxhës, dhe pastaj fluturuan qindra mesazhe kërcënimi tek personalitetet që janë ulluar darkën. I them mos guxo të përzihesh në asnjë lloj procesi, sepse këtë e ke gatuar vetë, edhe nuk e gatuar sot, nuk e gatuar me datën 11. E ke përgatitur në mënyrën më kriminale. Po. Ju falënderoj.